Shko te shtëpia jote, shko te nana jote. Ti I cili I thua apo I ke thënë këto fjalë, çka ke pas për qëllim? Sa herë ka mundësi njeriu ta shkurorzon bashkëshorten e vet në disa kohë? Shkurorzimi është I ndaluar. Kur mund të bëhet shkurorzimi në kohën që është I lejuar? إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në hijen e temave të cilat janë të rëndësishme për besimtarin, janë të rëndësishme për besimtaren. Ne si musliman duhet t'i njohim këto tema, duhet t'i dim, duhet të mundohemi të jetojmë gjatë gjithë jetës tonë sipas kufive të caktuar nga Allahu Azza wa Jall. Jemi në kapitullin e martesës, derisa kemi arritur në çështjet apo në temat e shkurorzimit, në temat e divorcit, të cilat tema duhet t'i ketë parasysh secili prej nesh e sidomos ata të cilët janë të martuar, në mënyrë që në martesë mos të bëhen gabime, në mënyrë që në martesë mos të bëhen lëshime, në mënyrë që në martesë mos të kalohen kufit e Allahut Azza wa Jall dhe ndoshta ne jemi në ndonjë pikë, në ndonjë fazë të gabuar dhe ne mendojmë se çdo gjë është në rregull. Andaj çështjet e shkurorzimit kemi përmendur disa raste ku njeriu mund të jetë në gjendje të ndryshme dhe të banë shkurorzim, shkurorzimi I tillë nëse vlen apo nuk vlen. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, kalojmë në atë pjesën e cila ka të bëjë me realizimin e shkurorzimit në jetën martesore. Shkurorzimi mund të jetë në mënyrë të qartë, të shprehur dhe mund të jetë në mënyrë të paqartë e cila mund të kuptohet në mënyra të ndryshme. Shkurorzimi mund të jetë I qartë. Në martesë, burri I thot bashkëshortes: "Ti ma nuk je gruaja ime." Ky është shkurorzim. "Ti prej sot je e lëshuar." Ky është shkurorzim. "Ti prej sot je ndar e shkurorzuar." Ky është shkurorzim. Kur thuhet në mënyrë të qartë, me fjalë të qarta që s'mund të kenë kuptim tjetër, ky shkurorzim llogaritet dhe ky shkurorzim vlen dhe këtu nuk diskutohet a e ke pas nijet, a nuk e ke pas nijet, a e ke pas me qëllim, a e ke pas pa qëllim. Ke thënë fjalë të qarta që nën kuptojnë shkurorzimin, shkurorzimi vlen. Ka mundësi që shkurorzimi të ndodhë mirë, po të thuhet me fjalë jo të qarta. Atëherë diskutohet, atëherë duhet të sqarohet nëse shkurorzimi vlen apo nuk vlen. Kur dikush I thot bashkëshortes së tij: "Shko te shtëpia jote, shko te nana jote."
Bani teshat gati, mlidhi gjitha ato që i ke me veti edhe shko te familja jote. Atëherë këtu nuk është shkurorzimi i qartë. Ti e lëshuar, është shkurorzimi i qartë. Shko te familja jote, nuk është shkurorzimi i qartë. Atëherë çka kërkohet? Atëherë kërkohet niyeti. Bëhet pyetje burrit. Ti i cili i thua apo i ke thënë këto fjalë, çka ke pas për qëllim? E kam pas për qëllim kërcënimin ndaj saj. Atëherë kjo nuk është shkurorzim. E kam pas për qëllim le të shkon te baba, te nana 1 javë, 2 javë derisa të qetësohen pak raportet, mandej le të kthehet. Kjo nuk është shkurorzim. E kam pas për qëllim le të shkon te familja e vet se une e kam shkurorzuar. Atëherë kjo llogaritet shkurorzim. Pra mund të thuhet në mënyrë të qartë dhe mund të thuhet në mënyrë të paqartë. Në mënyrën e qartë nuk kërkohet niyeti. Në mënyrën e paqartë atëherë kërkohet niyeti nëse ka qenë me niyet shkurorzimi apo nuk ka qenë. A llogaritet shkurorzimi nëse bëhet me shkrim, jo me fjalë. Ti e lëshuar, ti e shkurorzuar, jo me fjalë, mirë po me shkrim. Sidomos në këtë kohë që shkrimi përdoret në gjitha gjërat që ne i shfrytëzojmë në jetën tonë të përditshme. Nëse dikush shkruan në një mesazh bashkëshortes, ti e shkurorzuar. Mesazh, atëherë a vlen ky shkurorzim apo do të jetë me fjalë, të thëna me gojë patjetër? Shkurorzimi vlen njëjtë, sikur me fjalë, me gjuhë, sikur me shkrim, vetëm se nëse është me shkrim duhet të vërtetohet nëse mesazhi, shkrimi ka ardhur nga bashkëshorti apo është keq kuptuar nga dikush tjetër, një gjë e tillë duhet të vërtetohet. Nëse vërtetohet që një gjë e tillë është e shkruar nga bashkëshorti, shkurorzimi i tillë vlen. Sa herë ka mundësi njeriu ta shkurorzon bashkëshorten e vet gjatë gjithë jetës së tij martesore. Këtu mund të ndodhë një problem, këtu mund të ndodhë një tragjedi, këtu mund të ndodhë një fatkeqësi. Kur është ajo? Kur dikush në jetën e vet ndoshta është ndarë 5 herë, ndoshta është ndarë 10 herë dhe ai ende vazhdon jetën martesore sikur nuk ka ndodhur asgjë. Dhe kjo është me rrezik. Dhe kjo është me pasoja, nga se Allahu Azza wa Jall ka vendos kufi në Islam, ai i cili është i martuar, ka të drejtë shkurorzimi me arsyet e tij gjatë gjithë jetës së tij martesore, jeta e gjatë në martesë, 10 vite, 20 vite, 30 vite, 40 vite, edhe më shumë, mund të ndodhin probleme. Ti e ki mundësinë e shkurorzimit, mirë po, e ki të kufizuar. Jo sa herë njeriu të don të ndahet dhe ta kthen bashkëshorten, dhe ndahet dhe e kthen bashkëshorten dhe ndahet. Jo. Ka kufi të caktuar në fenë Allahut Azza wa Jall që shkurorzimi mund të ndodhë. Dhe atë jo në çdo kohë, në disa kohë shkurorzimi është i ndaluar, nuk guxon, nuk ban besimtari ta lëshon bashkëshortën në atë gjendje. Sa prej njerëzve në moment që është i hidhruar ndahet, në moment që është i nervozuar shkurorzohet, në moment që ndoshta gjendja është e pakontrolluar e lëshon bashkëshorten. A është në rregull? Nuk është në rregull. Pse? Se shkurorzimi nuk bëhet në çdo kohë. Kur mund të bëhet shkurorzimi? Shkurorzimi nuk lejohet kur gruaja është me hajd, me menstruacion. Nuk lejohet në atë kohë të lëshohet bashkëshortja. Shkurorzimi nuk lejohet kur gruaja është me nifas, në kohën e lehonis pas lindjes, nuk lejohet. Shkurorzimi nuk lejohet në kohën që gruaja është e pastër, pas hajdit, pas menstruacionit, mirë po, bashkëshorti ka pas me te kontakt intim. Pas asaj kohë, nuk lejohet. Po pse janë këto ndalesa?
Këto janë që ta kufizojnë jetën e besimtarit që në martes mos ketë çrregullime. Në martes mos ketë tollovi, mos ketë gjendje që kur ti kujtohet dhe kur mos ti kujtohet të bën ndarje dhe kthyrje. Dhe gjitha këto kanë pasoja. Andaj ka kufi. Cilat janë kufit? Në kohë të hajdit nuk ka shkurorëzim, nuk lejohet. Në kohë të nifasit nuk ka shkurorëzim, nuk lejohet. Në kohë të pastrimit pas kontaktit intim nuk lejohet. E atëherë kur mund të bëhet shkurorëzimi në kohën që është i lejuar? Atëherë pas pastrimit, gjatë asaj periudhe nuk ka pasur kontakt intim. Gjatë asaj periudhe, e atëherë mund të bëhet shkurorëzimi. Kështu ndodhi me Abdullah ibn Omerin radhiyallahu anhuma, i cili e lëshoi bashorten, e shkurorëzoi bashorten. E kuptoi atë Omeri radhiyallahu anhu, shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tregoi, mirë po, Abdullah ibn Omeri e ka shkurorëzuar bashorten duke qenë në kohën e hajdit, menstruacionit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, urdhëroje, le ta kthen atë. Jo në atë kohë. Sa prej njerëzve, fatkeqësisht, sa prej njerëzve janë të martuar, 10 vite, 20 vite, apo edhe ma shumë, dhe total nuk është në gjendje, total nuk e ka parasysh fare. Çka janë këto gjëra? Çka janë këto rregulla? Çka janë këto kufi nga erdhën? Këto janë nga feja Allahut Azza wa Jall, nga Kur'ani, nga Suneti, dhe ti si i martuar e ki obligim me i ditë këto rregulla. Për çfarë arsye? Mos me bë gabime, mos me ra në gjunahe. Ai i cili është i martuar e ka obligim. Ai i cili don të martohet gjithashtu e ka obligim. Mësoj rregullat e fesë Allahut Azza wa Jall. Nesër je në martesë, nesër do të kalosh vite të tëra, mos të ndodhin gabime të tilla, gjunahe të tilla dhe ti nuk je në vetdije fare se çka është duke ndodhur. Këto raste, shkurorëzimi është i ndaluar, ndodhi ki gjuna para Allahut Azza wa Jall. Pse? Se koha në atë kohë nuk të lejohet. Dhe është koha e caktuar kur ti të lejohet. E atëherë, në atë kohë mund të ndodhë shkurorëzimi. Ndodhë shkurorëzimi, çka duhet me bë? Ndodhë shkurorëzimi dhe njeriu e urdhëron bashorten, mbledhi teshat, tu boj gjërat e tua dhe shko te familja jote. A është kjo në rregull? Nuk është në rregull. Për çfarë arsye? Edhe pasi të bëhet shkurorëzimi, ajo duhet të qëndron në shtëpinë e burrit. Deri kur? Deri kur të kalon koha e idetit. Koha e idetit, çka është? Koha e idetit është një kohë e caktuar, që e ka caktuar feja e Allahut Azza wa Jall. Allahu në Kur'an, që në atë kohë njeriu nëse bëhet pishman, mund ta kthen bashorten pa bo nikah edhe një herë. E ka lëshuar, ajo qëndron ku? Në shtëpinë e burrit, jo në shtëpinë e babës. Ndahet besimtari dhe mund të ndodhin gjërat e tilla, ndodhin në jetë, mirë po, ndahet dhe prej asaj dite urdhron që bashortja të shkon në shtëpinë e babës. Pse? Nga sa ajo ma është e shkurorëzuar, jo, duhet në atë kohë të qëndron ende në shtëpinë e burrit. Deri kur? Deri sa ka kohë ideti. Sa ka kohë ideti? 3 pastrime. 3 menstruacione, 3 pastrime. Allahu tha në Kur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru'. Për ato gra që shkurorëzohen, ato e kanë kohën e idetit të tyre 3 pastrime. Gjatë kësaj periudhe, burri nëse pendohet, nëse shet që ka gabuar, e kthen bashorten. Ndodhi shkurorëzimi, mirë po, e kthen. A me le prej babës saj? Jo. A me le prej nanës? Jo. Prej familjes? Jo. A ban nikah edhe njerë? Jo, nuk ban. Pse?
ajo përsëri kthehet pa nikah të ri. Dhe kjo ndodh gjatë shkurorzimit i cili është në periudhën e idetit. Apo nëse bashortja është shtatzan, e lëshon burri, ajo duhet të qëndron ku? Në shtëpinë e burrit. Dhe nëse gjatë shtatzanis, mu i parë, mu i dytë, mu i tretë, burri bëhet pishman, e ndryshon mendjen, e kthen bashorten, pa bë nikah të ri edhe një herë. E nëse përfundon koha e idetit, përfundon kjo periudhë, atëherë bashortja shkon në shtëpi të babës. Dhe atëherë nëse burri bëhet pishman, pendohet, e sheh që ka gabuar, duhet të shkon edhe një herë te baba. Dhe ta kërkon atë edhe një herë prej fillimi. Dhe nëse baba është dakord, dhe ish bashkëshortja e tij është dakord, atëherë bëhet edhe një herë nikahu prej fillimi. Këto janë rregullat të fesë Allahut Azza wa Jall. Këto nuk janë lojë. Besimtari në jetën e tij nuk është në lojë. Bashkëshortja në përgjithësinë e tij nuk është lojë. Dhe njeriu nuk ka të drejtë të banë çka të don dhe kur të don. Të gjitha këto janë rregulla të zbritura nga Allahu Azza wa Jall. E lëshove, përfundoi koha, kthehet në shtëpi të babës. Don mu martu edhe një herë, po. Prej fillimi, prej në zero. Duhet me shku me kërku edhe një herë. Si me kërku edhe një herë? Po une 5 vite kam qenë me te, 10 vite kam qenë me te. I ke kalu kufit. Tash duhet çfarë? Duhet pëlqimin, dakordimin, pranimin, uljen edhe një herë, nikahun edhe një herë, mehrin edhe një herë, për të kthyer martesa në vazhdim edhe një herë. Dhe ky llogaritet atëherë një shkurorzim. Një shkurorzim, një mundësi e shfrytëzove. Po sa mundësi janë, sa të don njeriu, jo, janë mundësit e kufizuara. Andaj besimtari duhet të ketë kujdes, e sidomos të rinjët. Sidomos të rit, të cilët në shumë raste bëhen nikah, mirë po ende nuk jetojnë bashk. Çka ndodh? Kanë bën nikah, një i ri, njëre, në rregull, ajo është një temë për të cilën kemi folur. Ai bën nikahu. Gjatë asaj periudhe ndodh shkurorzim, ndodhi ndarja. I riu dhe e reja kanë probleme, nuk bëjnë sabër, nervozon, djali, burri e lëshon bashorten. Çka do të më bë tash? Do të me prit 3 pastrime? Jo, në këtë rast nuk do të me prit. Një shkurorzim ndodhi, ama për ta kthy atë vajzë edhe një herë, duhet të shkon prej fillimit te baba i vajzës, ta merr pëlqimin e tij dhe përsëri ta merr pëlqimin e vajzës dhe pastaj të bën nikah edhe një herë. Andaj këto rregulla nuk guxon të merren në përkamp. Andaj këto kufi nuk guxon besimtarit t'i shkel dhe t'i kalon. Këto kufi janë që duhet të zbatohen në jetën e besimtarit, që ne të jemi në rregull dhe të pastër ndaj Allahut Azza wa Jall. Ky është një shkurorzim, shkurorzimi është në afat të caktuar. Nëse ndodh, ma besimtari nuk mund ta kthen bashorten e vet, çka do që të ndodh. Andaj këto rregulla duhet të njihen, të dihen dhe besimtari t'i ketë parasysh në jetën e tij. Mirë po, edhe raste tjera të cilat vijnë që kanë të bëjnë me shkurorzimin dhe që janë mjaft të rëndësishme për gjithë të martuarit dhe ata që janë në prag të martesës, mbeten për të vazhduar në ligjëratën e ardhshme. Nëse Allahu Azza wa Jall na mundson, ne lutim Allahun Azza wa Jall ata të cilët janë të martuar, Allahu martesën e tyre ta bekon. Ata të cilët nuk janë të martuar, Allahu martesën e tyre ta lehtëson. E lutim Allahun Azza wa Jall në martesë dhe në çdo aspekt të jetës tonë, Allahu të na bën prej atyre
që nuk i kalojmë kufit dhe nuk i thyjem rregullat, jetojmë në rrugën e Kur'anit dhe Sunetit. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.